Shiko, reagime. Kërcënime kam pasur plot gjithmonë. Edhe nëpërmjet letrave janë bërë të përhershme, nuk është diçka e re. Edhe me letra, domethënë në Facebook, edhe në emailër, edhe me numrin e tim telefoni që është publik, më e çuditshme është se këtë herë kisha kërcënim të vazhdueshëm. Mërna një ditë rreth 18 telefonate nga njëjti numër, 15 telefonate nga Facebooku, nga i afërm janë djali Xhaxhait, një ish deputeti të PS-s, më kërcënonte pse e përmend emrin e djalit Xhaxhait tim. Edhe bëhesh fjalë që ose kam përmend fare, vetëm i kam bërë një pyetje, bëhet fjalë për ish deputet në PS që ai njihet me një epitet duket Pasha i Jugut, nuk e di. Diçka e tillë njihet. Edhe unë pra ju kanë kontaktuar për këto që keni denoncuar. Unë mundësi nuk e jap çdo njeriu që të flasë me mua në telefon, po kanë ardhur SMS, janë rreth 20 ca SMS kërcënimesh. E keni bërë denontim te autoritetet për këtë? Patjetër që autoritetet e Republikës së Shqipërisë, si person që jam zyrtar pak kështu, merren me këto gjërash, i marrin vëzhgim, i marrin pyetje dhe pastaj çajin ato atje, se nuk është e para herë, mund vjen keq. Sepse nuk jam në atë moshë që unë 20 vjeçar dhe të merrem me grusha dhe me çam apo me armë. Arma ime është inteligjenca, është zgjuarësia, është mendja, është shkolla, shkollimi, fjala. Kjo është arma ime. Megjithatë, ju do ta vazhdoni këtë që keni nisur. Po ne kemi ardhur në këtë jetë që t'i shërbejmë rreth parë familjes, kombit, atdheut, çdo njeri, unë kështu e mendoj, çdo njeri, pavarësisht se kujt kombi dhe kujt vendi i përket, qoftë Greqi, qoftë Serbi, ne të rast shqiptar, jemi Zoti na ka lindë shqiptar, ne duhet mbrojmë identitetin tonë. Jo si disa shqiptar që thonë hu e shesin kombin se një jetë kemi. Po një jetë kemi, po çfarë do lejmë pas? Varet çfarë do shuhet ke guri i varrit, se guret e varrit mbeten dhe shqiptarët i kanë shenjtë dhe guret e varreve, nëse ecim me traditat e zakonat tona. Pra ju po thoni që po vin drejt shkëmbimit. Po, simas megalo idees e vitit 1844, të ish kryeministit atëherë Koletis me origjin vlehe, ish mjek i fëmijëve të Ali Pashait, ai ka bërë këtë ide, ku ka qenë kryeministri në Greqi 1844, megalo idea i thoshte dhe vazhdon ky projekt. Zoti Dhalla, tek aktiviteti i fundit në Larisa, ka pas zyrtar në ndjenin tuaj shtetëror apo kanë qenë thjesht shoqata që janë mbledhur? Jo, kanë qenë Fredi Beleri, eurodeputet, kanë qenë funksionar të lartë të kishës ortodokse greke, në bashkisë, në kryetar bashkie, në prefekta, domethënë nuk kanë qenë personalitetet të pakta, kanë qenë shumë të këta, me flamur me ashtu, me këngë valle pastaj. Domethënë ata mund ta mbajnë flamurin grek sa të duan, nuk pengon asnjërin, as mua, as ty, as kërkën, se është flamuri i një shteti. Por flamuri i Vori e Piri duhet ta pyesim i kujt është ky flamur. Sepse nëse ne shikojmë shqiptar kanë një flamur kombëtar, si në Kosovë, si në Maqedoni, si këta. Ta kanë dy. Pra ky flamur çfarë me shqiponje kanë ata dhe me një numër 1914. Çfarë tregon që e mbajnë në çdo tubim? Pra ai është flamur i shteteve terroriste, se kështu duhet ta quajmë, dhe se është një flamur i panjohur nga OKB-ja, i panjohur dhe nga shteti grek. Juridikisht është ilegal realisht. Është flamur i pretendimit territorial ndaj një shteti tjetër, ndaj Shqipërisë. Dhe ky flamur mbahet nga shtetat e Shqipërisë. Ky është problemi, se ata janë shtetat e Shqipërisë. Dhe nuk është hera parë që bëhet Larisa. Larisa bëhet çdo gjeshmërë ose çdo vit. Unë i kam identifikuar ndër vite ata që nga viti 2006. Ju keni identifikuar, po ata ju kanë identifikuar ju? Po ata e dinë që unë merrem me ata se i ndjek këto gjëra. Keni pas reagime këto ditë?